ka një gëzim të papërshkrueshëm ky muaj. Dhe ka një bekim të papërshkrueshëm ky muaj. Dhe është një mirësi e pa llogaritur për gjithë secilin prej nesh ky muaj i begatë. Çdo njeri i cili ka dyshimin më të vogël për vlerën e Ramazanit, i them me zemër të madhe e me zemër të hapun, mos shiko as djathas e as majtas, dhe mos kërko për argumente andej dhe këndej, por shih mënyrën se si muslimanët e presin muajin e mallnueshëm të Ramazanit, edhe shih se si besimtarët musliman anë mban botës përgatiten për muajin e mallnueshëm të Ramazanit, dhe shih se si njerëzit gëzohen e mallëngjehen e përmallohen për muajin e mallnueshëm të Ramazanit, për të kuptuar vlerën dhe madhështinë e këtij muaji të begatë, po për të kuptuar shpërblimet e pallogaritshme me të cilat Zoti i gjithësisë na sheh me mëshirën e tij të gjithëve ne nga lindja në Perëndim. Nga ky mimber i kësaj xhamie të zbukuruar me dritën e zemrave të njerëzve të pallogaritur. Agjërimi i Ramazanit ka për qëllim me e marrë muslimanin nga niveli ku është sot dhe me enalsu në gradën e elitave.